E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit që në fakt ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe për të analizuar ato. Apo mundohet Miri të nxjerrë keq Selin? Kjo është pyetja në fakt që po bëhet që natën e mbrëmshme teksa Miri bashkarisht me Juelën flisnin për një ndjesi që Miri tani e kishte parë gjasme tek Selin. Unë mendoj që afërsia e madhe që Selin krijoi me Gimbon nxiti një lloj urrejtje apo nxiti një lloj mlefi tek Miri, që Miri të asocon që Selin ka ndjenja për të. Tani e gjithë shtëpia në fakt gjatë një muajit ka folur, ka komentuar marrëdhënien e Mirit dhe Selinës, afrimitetin e tyre, qëndrimet e tyre, do me thënë dyshimet që ato të dy kanë një marrëdhënie ndryshe dhe Miri nuk e sheh si vajzën e tij. Por në momentin që Selin, do me thënë Miri ndjehet që Selinja ka ngulur thikën pas shpine dhe ndjeti vetëm në shtëpi, sepse unë këtë gjë kam thënë më herët për ato të cilët më kanë ndjekur, unë nuk kam gjë personale me Mirin, por thjesht komentoj lojën që po ndodhen brenda në shtëpi, sepse Miri dështoi në momentin kur ju afrua Selinës dhe u ngrit në lojë së bashku me Selinën. Po ta kishte bërë Miri këtë gjën vetëm, dhe do me thënë do i kishte besuar vetes së tij, do i kishte besuar intuitës së tij, do i kishte besuar njeriu të tij që ai e ka brenda vetes dhe do kishte nxjerr potencialin e tij në lojë, Miri sot nuk do të ishte kaq poshtë në lojë. Miri sot nuk do të ishte kaq lart në lojë. Realisht Miri është shumë lart në lojë. Tani, pasi që Selina po fuqizohet brenda në shtëpi, ka debatet më të forta, ka debatet më të zjarrta, mendoj që Miri mundohet që të del me Selinën në prime. Dhe për të dalur me Selinën në prime, Miri asocon gjëra të ndryshme që gjasme Miri nuk i pas ka kuptuar dhe nuk i pas ka ditur. Unë mendoj që Miri e ka kuptuar shumë mirë, mendoj që Miri e ka ditur shumë mirë, e ka ndjerë shumë mirë që Selina ka ndjenja për të, që Selina ka emocione për të. Ndoshta Selina nuk i ka shprehur, por afrimiteti që kishin ato të dy nuk ishte afrimitet shoqëror. Nëse jo Selina që ka patur ndjenja për Mirin, sepse ndoshta Selina është natyrë e tillë që afrohet, argëtohet, kënaqet me njerëzit, do të thënë është pozitive, por unë mendoj që Miri vërtet ndërtoi ndjenja për Selinën dhe filloi që të qanë në dhomën e rrëfimit. Tani këtu ka dy gur, ose Miri e bën këtë gjën për të pastruar veten e tij, për të hequr atë njollën, si me thënë se ka kuptuar që po komentohet jashtë dhe ndoshta nuk dëshiron që të shkatron familjen dhe dëshiron që ta manipulon gjën, ose do me thënë vërtet e bën këtë gjën se dëshiron të del në prime me Selinën, edhe mundohet që të krijon situata që vetëm e vetëm ai dhe Selina të komentohen në prime. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje.